Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga shumë ditë kemi ardhur disa pyetje përgjigje, po nuk kemi bërë në video, kemi dhënë përgjigje edhe kemi lënë ashtu. Tani para 2 ditë një vëlla musliman ka bërë pyetja që unë isha imam edhe kur kam falur namazi pas namazi xhamati ma ka thënë dikush ka thënë ke falur 5, dikush ka thënë që ke falur 4, ke falur 3. Edhe çfarë është në këtë rasti? Po mua duke që unë isha në rregull, po prap gaçë shumica xhamati ka thënë që ke falur 3, unë kam bërë falja edhe kam falur 1 rekat. A quhet namazi? Lezer. Sipas mazhabi Imam Abu Hanifa rahimahullah, në namazi është diskutimi, folja, kalami njeriu. Është ndaluar. Nuk lejohet. Ashtu si nuk lejohet ngrënia e pirje, ashtu veprat e njerëzit nuk lejohet në namaz. Biles edhe assalamu alaikum berje salam nuk lejohet. Atëherë në qoftë se imami pas salam ka i kthehur fytyra e tij nga kibla, edhe është i kthehur gjoksi i tij nga kibla edhe ka folur me njerëzit, namazi është prishur. Edhe në këtë rasti imami duhet fal namaz nga fillim. Në qoftë se ishte rakatat 4, duhet fal 4 rekat plota. Në qoftë se ishte 3, duhet fal rakatat plota 3. Në qoftë se ishin 2 rakat, sabahu duhet fal të plota 2 rakat. Nuk lejohet të falet ashtu. Tani mund të pyesni njëri që është hadith sahih al-Bukhari, hadithi Dhul Yadaini, dora e gjati. Ajo hadithi vëllezër është Dhul Yadaini, hadithi kur ishte lejuar diskutimi në namaz. Atëherë është ndodhur ka xharia dhe dërgullahut xhaleshan ka pyetur edhe ka falur rakatet e ngelura. Kurse me vonë është ndaluar, nuk lejohet folja në namaz. Derisa nuk lejohet folja në namaz, sa ne i kthemi fytyrat tonë, gjoksit tonë nga kibla, namazi prishet. Edhe nëse flasim, prandaj imami që ka folur, ka prishur namazin e tij edhe duhet kishte falur plot. Tani edhe kjo është gabimi i imam, që thotë unë isha bindur që kam falur plot namaz, vetëm që shumica xhamati mua ka thënë, po në islam nuk ka shumicë dhe pakis. Në islam është zemra ku është qet. Imami në qoftë është qet, sigurt vet, atë nuk duhet të dëgjojë xhamatin. Në qoftë se është vetë në dushime dhe pastaj ka xhamat thonë njerëzit me bindje që ke falur edhe imami bindet, atëherë ai duhet përsërit namaz. Vetëm ka thënë xhamati jo. Kjo është një pyetje. Një pyetje ishte nga që a është e vërteta që në qoftë se kemi ngrënë ushqimi haram, nuk pranohet duaja tonë deri edhe adhurimet tonë deri 40 ditë. Po në hadith ka ardhur man akala luqmatan min haramin lam tuqbal lahu salatu 40 leylatan. Kush e ka ngrënë një kafshat nga haram, nuk pranohet namazi i tij deri në 40 net. Walam tustajib lahu da'watun, edhe nuk pranohet duaja e tij deri në 40 sabah, në 40 ditë. Edhe nga këtu hadithi, kjo hadithi është i dobët, edhe kjo hadithi është për wa'id, për të larguar neve nga haramet. Po në qoftë se njëri pas ngrënie haram ka bërë pendimi me sinqeriteti, Allahu xhaleshanu patjetër ka për të pranuar edhe namaz edhe dua. Nëse ka larguar, nëse nuk ka larguar namazi, detyra e tij është krijuar, shpërblimi nuk merr. Edhe prandaj robi duhet kujdes nga ushqimet e haram, pse është shumë vëllezër mendoni që trupi jon bëhet me atë ushqim. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Allahu xhaleshanu ka porositur profetëve, ja ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. O profet, hani nga gjërat e pastra edhe bëni vepra të mira. Domethënë daloni nga haram. Prandaj duhet dalojmë nga ashtu. Është një pyetje prap nga vllai jon që çfarë duhet bëmi kur ne hyrim në dyqan e ri ose në shtëpi e ri. Në hadith profet sallallahu alaihi wasallam është iqra'u surat al-Baqara fi buyutikum fa inna ash-shaytana la yadkhulu baytan yaqra'u fihi suratul Baqara. Yuqra'u fihi suratul Baqara. Që lexoni suratul Baqara në shtëpi juaj, fa inna ash-shaytana, pse shejtani nuk hyret në shtëpia ku lexohet suratul Baqara. Në një hadith të tërës, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Shejtani largohet me vrap ikën, domethënë, nga shtëpia ku lexohet suratul Baqara. Edhe ashtu duhet prandaj do të lexojmë çdo ditë edhe 2 ajete të fundit suratul Baqara.
Edhe ky ishte vëllezër për ashtu. Tani është një tjetër që për alkoholi ka bërë pyetje një vëllai jon që në qoftë se në brum është hedhur alkohol që është pjekur, është lejuar përdorimi këtë brumi? Duhet dim vëllezër që al-khamru fa najasatu khamrin ghalidhatin, që është najasa ghalidha alkoholi që hahet, alkoholi që pihet edhe ndehet, ai është alkoholi është pa i pastër. Edhe derinsa është pa i pastër, nuk duhet përdorimi brumi që është hedhur alkohol ose ushqimet që janë bërë me alkohol. Kurse përdorimi jashtë është diskutueshëm. Zakonisht përdorimi jashtë alkoholit është nuk është alkoholi që është pa i pastër, po është diçka alkoholi që quhet medical, alkoholi farmacia. Edhe lusmë Allahu madhruar, inshallah ato pyetje përgjigje që kemi diskutuar bëjnë dobishëm për neve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.